Kronika radhës ka të bëj me klubin e futsalit Besa nga Peja. Klubi i futsalit Besa nga Peja në pranit të shumë personaliteteve nga bota sportit, politikës dhe biznesit ka promovuar selin e saj të re. Zyret e reja që ndodhen në rrugën William Walker në Peja janë vizituar në ditën e parë nga shumë adhurues të kësaj skuadre, njohës të sportit të futbollit dhe futsalit, zyrtar të Federatës së Futbollit të Kosovës dhe shumë mysafirë tjerë. Në murët e kësaj selije janë paraqitur aktivitetet 4 vjeçare të kësaj skuadre, e cila ka kontribuar në rritjen e nivelit dhe cilësisë së futsallit në Kosovë. Fillimisht të pranishmit i ka përshëndetur antari i kryesisë së këtij klubi Arbër Krasniqi. Të nderuar mysafirë, duke marrë parasysh politikën kosovare, standardin e urt financiar, mundësitë e vogla për të ndihmuar sporti, për ne ka qenë e pamundur një rezultat i tillë. Por me një sakrificë të madhe dhe vullnetin të jashtëzakonshëm të kryetarit dhe njëkohësisht trajnerit të klubit zotëri Adnan Hyseni dhe familjes së tij, por të përkrahur dhe nga disa kompani në kohra të ndryshme dhe me një bashkëpunim të mirë të kryesisë së klubit është arritur që nga e pamundura të bëhet në të mundur sukseset e klubit që ka arritur në këto 4 vite. Klubi ka filluar Një tekst i veçantë gjatë prezantimit të punës dhe të arriturave i është lënë ndeshjeve miqësore ndërkombëtare, me së cilave edhe me nën kampionin e Anglisë Spartans London Club, skuadrën çeke Benago dhe ekipet kampione të rajonit. Sipas zyrtarëve, të gjitha këto suksese janë arritur duke shpenzuar rreth 170.000 euro. Një falëndrim të gjithë kontribuesve u ka adresuar edhe i pari i këtij klubi Adnan Hyseni, i cili premtoi se së shpejti do të publikohet libri ku pasqyrohet puna në këtë klub dhe rëndësia futsallit në Kosovë e në botë. Me një lullë, thot nuk qëtë pravera. Adnan Hyseni mos ta kishte ndihmën e si klubit, mos ta kishte ndihmën e qytetarëve të Pejës, mos ta kishte ndihmën e tifozëve, po mos ta kishte ndihmën edhe mediave, mos ta kishte ndihmën edhe të ish lojtarëve të klubit. Po ashtu, duhet një përshëndetje të veçantë për ish trajnerin e klubit Besa, ish trajnerin e parë, i cili sonte gjendë këtu, Hysem Gashi, me ndihmën edhe tina dhe këshillat e tina në fillim, ne së bashku sot kemi ardhur këtu. Të nderuar qytetarët e Pejës dhe media të nderuara. Kjo rini që ne posedojmë sot në komunën e Pejës është një rini që e kanë i do ta kenë çdo qytet i botës. Rinia ka 2 mundësi. Mundësia e mirë dhe mundësia e keqe. Në qovë se ne së bashku dëshirojmë që kjo rini të ketë mundësinë e mirë, është i përkrahur në aspektin sportiv. Në fund të këtij manifestimi solemn, ju ndan mirënjohje të gjithë atyre që kanë kontribuar në zhvillimin e klubit të futsallit Besa, ndërsa të pranishmit në muret e kësaj selie patën rastin të shohin shumë fotografi nga shtektimi i FC Besa në për vite.